Ndërkaq, sidomos tek pjesa e akneve, por edhe tek sëmundjet e tjera, besoj që stili i jetesës, mënyra si ushqehemi, si kujdesemi për veten tonë, ndikon shumë edhe në performancën e lëkurës, apo jo? Në rastin e patologjive, do të thosha që nuk është shumë në dorën e pacientit për mënyrën ose të personit që i shfaqet sëmundja, për mënyrën se si e ka stilin e jetesës. Stili i jetesës në këto raste ndikon pak, do të themi, ose ndikon vetëm në mënyrën për ta ndihmuar sëmundjen që të përmirësohet, ose organizmin që ta luftoj sëmundjen, por në një përqindje shumë të vogël. Janë medikamentet ato që i shërojnë sëmundjet në fakt, sëmundjet e lëkurës. Ndërsa në rastet e një lëkure të shëndetshme, do të thosha që duket shumë mirëqenia ose kujdesi që neve tregojmë për veten tonë, në ushqyerje, në mënyrën si e trajtojmë lëkurën tonë, sidomos në pjesën e fytyrës aty ku është edhe më e dukshme, dhe tregon me të vërtet mirëqenien, por edhe kujdesin e çdo personi për organizmin e tij.